probleme me kanalizim jashtëzakonisht madh. Edhe kanë qenë para 6-7 muajve. Edhe omet që është. E paguna ujorën, s'keme 1 milion tjerë. Shpresë ku s'kam shpëta më paku njërëta. Njëna për ankesave që kanë banorët e lagjeve të tjera është çdo vitet e fundit këtë investimet janë konë në qendër. Po atje është një përshtypje se qendra është të lëgzu. Po në fakta qendra nuk është niveli papastërtisë është marrës. Edhe problemet kena shumë me ulat zeza. Tash kjo bë problemi më i madh. Kur ti e keni situatë nuk din ku mu drejtu, ose si drejtohesh dikon, thënë është e jamja, s'është e jamja. Filan ndërmarrje, filan zyre. Edhe komuna u bë si një farë veni ku ti shkon me shpresën mos po të bëjnë një zgjidhje. Po kem ku me dalë, jo për i bërlogut, po edhe për i mive, pacova, qeve, po në harë qeve, bla, në mytër. Një kryo qytet si Prishtina, e me pas gjithë këtë bërlog, e gjithë këtë pakujdesi. Na ishëm të e punu ligjin e rritë kinematografisë, edhe pa të mështenin nën. Kinemat publike nuk guxojnë mu privatizu, edhe nuk guxojnë me ndru destinimi. Edhe e ligjë ka kalu.